Në fshatin Dobërdollu promovua sot asfaltimi i rrugës së quajtur Brahim Aga, një projekt i realizuar përmes bashkëpunimit mes komunës së Vrapçishtit dhe banorëve të zonës. Në ceremoninë përuruese mori pjesë kryetari i komunës së Vrapçishtit Isen Shabani, i cili e vlerësoi lart kontributin e qytetarëve në realizimin e këtij projekti. Sipas tij, komuna ka financuar asfaltimin e rrugës, ndërsa banorët kanë marrë përsipër financimin e infrastrukturës nëntoksore, duke mundësuar përfundimin e plot të investimit. Projekti realisht është me 3 rrugë, një projekt që ndan 3 rrugë, domethënë rruga e Brahim Agës, rruga e cila lidh domethënë pjesën e fshatit të Dobërdollu dhe Negotin. Domethënë nga buxheti komunal janë paguar 200.000 euro, 11.800.000 denarë dhe ka pasur edhe nga vetë qytetarët, me iniciativë qytetarëve që pjesën nëntoksore, domethënë infrastrukturën nëntoksore kanë paguajtur vetë qytetarët. Kjo është një e mirë dhe tregon një besueshmëri të lartë ndaj komunës që qytetarët vazhdimisht janë bashkë ku komuna çdo projekt të cilin e ka edhe efekt financim nga vetë qytetarët. Besoj që edhe në vazhdim komuna nuk do ndalet, do të vazhdojë edhe me projektet e radhës. Sot jam këtu për ta uruar dhe për t'ju thënë qytetarëve të gëzojmë gjithë së bashku. Shabani bëri të ditur se aktualisht po zhvillohen punime infrastrukturore në disa vendbanime të komunës, ndërsa në periudhën e ardhshme pritet të nisin edhe 7 projekte të reja. Me intensitet punohet në fshatin Senakos, në fshatin Negotin, në fshatin Toplicë, në fshatin Vrapçisht, ku i kemi edhe 3 projekte në fshatin Vrapçisht, nga gjithë domethënë edhe 7 na kanë ngelur, kjo shumë shpejt besoj që edhe ata do të realizojnë. I pranishëm në ceremoninë përuruese ishte edhe kryesuesi i Këshillit Komunal Efzal Arslani, i cili theksoi se interesat dhe nevojat e qytetarëve do të mbeten prioritet në planifikimet dhe investimet e komunës. Sot bashkërisht me kryetarin e komunës zoti Isen Shabani, unë në cilësinë e kryetarit Këshillit Komunal njëkohësisht edhe si bashkëvendas i fshatit Dobërdollu kemi ardhur për të uruar rrugën, një rrugë që lidh qendrën e fshatit me pjesën sipër, ashtu siç e quajmë ne në Dobërdollu, rruga e Brahim Agëve. Njëkohësisht do të falenderojsha banorëve të kësaj rruge që kanë kontribuar e më përkushtuar dhe durimin derisa ky projekt është realizuar me sukses. Kënaqësi për realizimin e këtij projekti shprehën edhe banorët e Dobërdollit, të cilët dolën për ta pritur udhëheqësinë komunale dhe vlerësuan lart përmirësimin e kushteve gjatë frekuentimit të kësaj rruge. Krejt jena edhe nga ana e projektit, nga ana e komunës, edhe me punë. Kryesin jemi të kënaqur, rruga u bë me standarde, besoj me standarde evropiane. Ta gëzojnë njerëzit, qytetarët, ta gëzojnë edhe bashkëtarët që kalojnë këndë. Gjatë promovimit, kryetari Shabani ritheksoi përkushtimin e komunës për vazhdimin e investimeve në infrastruktura rrugore me synimin për të përmirësuar cilësinë e jetës dhe për të krijuar kushte më të mira për qytetarët në të gjitha vendbanimet e komunës së Vrapçishtit.